Kohët e fundit u kam hedhur disa video me bazë muzikore ku tregoj mbi karakteristikat e arkanës qendrore në Destiny Matrix dhe shumica prej jush më kanë pyetur se si ta gjejmë Destiny Matrix, shumicës si kam kthyer përgjigjen komente pra një pjesë, ndërsa një pjesë tjetër kam thënë që do ua shpjegoj me një video shkurtimisht. Ka ardhur dita sot që të tregoj se si të gjeni grafikun tuaj të Destiny Matrix, që nuk është se do ndonjë tru të madh, thjesht mjaftoni në Google të klikoni dhe të shkruani Destiny Matrix dhe do të hapen disa faqe, klikoni mbi faqen e parë, nuk ka rëndësi. Ajo do t'ju kërkoj të dhënat tuaja siç është emri, datëlindja e plot dhe gjinia, po datëlindja është ajo që ka rëndësi në Destiny Matrix. Dhe më pas do të hapet faqja tjetër ku do të dalin disa informacione të sunguara mbi arkanat edhe gjithë grafiku juaj i ploti i Destiny Matrix. Kaq ishte. Pastaj nëse doni një shpjegim më të thellë edhe një analizë më të thellë të Destiny Matrix, mund të më shkruani mua si një shërbim personal.